Mirdita, sa po është votuar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Europian, raporti i këtij komisioni për Shqipërinë, keni parasysh se ky komision solli në Shqipëri një mision faktmbledhës, rast tepër i veçantë. Pra, antarët e komisionit, të cilët e komisioni natyrisht disponojnë informacione të shumëanshme të burimeve diplomatike të komisionit dhe të vendeve anëtare, e parë të domosdoshme ardhjen e tyre direkt në Shqipëri për të parë gjërat in situ në vend. Me këtë rast, unë duhet t'i falënderoj antarët e komisionit, të falënderoj sepse raporti votohet nga 180 antarë, më shumë se janë të këtij komisioni, të cilët përfaqësojnë të gjithë spektrin e Parlamentit Evropian. Për shembull, raporteri për Shqipërinë, zoti Andrea Shider, është i grupit të socialistëve, por mendoj se kemi të bëjmë me një raport jashtëzakonisht të çmuar, objektiv, i cili ka bërë diagnozën e plotë të problematikave me cilat përballohet vendi dhe përveç kësaj ka dhe rekomandime të vyera, të çmuara për narkoqeverinë, natyrisht, por ka dhe rekomandime për opozitën, pa diskutim. Ndaj dhe unë jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike për të angazhuar, për të plotësuar të gjitha rekomandimet e këtij komisioni, i cili është komisioni që përfaqëson Bashkimin Evropian në të gjitha marrëdhëniet me vendet kandidate, me vendet jo kandidate, me Europën dhe botën. Ky është një dokument shumë faqesh. Domethënë, shkon në raport, është raport në 29 faqe. Dhe unë sa po e mora raportin, por ajo çka si opozit na intereson më shumë se çdo gjë tjetër, vlerësoj se ka patur trajtimin më serioz dhe më të gjerë. Kështu, pasi thot në pikën 2 se mban shënim, pra ka kuptim kjo.
ka qenë welcome për para, mba në shënim, se hjeja e zez e Edi Rams dhe Lubi Ballukut është në çdo rrjesh të këtij raporti. Hjeja e zez. Ndaj dhe welcome është zëvendësuar me take note. Mba në shënim ambicien e Shqipërisë për të mbyllur negociatat e pranimit në fund të vitit 2027 dhe mirëpret progresin e bërë në vitet e fundit. Thekson nevojnë për të garantuar zbatimin e legjislacionit. Pra, nuk don letrat vdekura, ligjet në letrat vdekura, don ligjet të zbatuara. Tani, pika 3, shënon, ose konstaton, se raporti Komisionit dhe OSBE Odirit vlerësojnë kuadrin ligjor elektoral se kuadri ligjor elektoral i Shqipërisë është gjërësisht i përshtatshëm për të zhvilluar zgjedhje kompetitive. Kuadri ligjor. Ndonse rithekson shqetësimet e lidhura me fushën jo të barabartë. Keqpërdorimin e burimeve administrative, shuarjen e linjës midis shtetit, institucioneve shtetërore, më falni, dhe strukturave partjake. Kur shuhen linjat midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partjake, nuk ka më zgjedhje. Prandaj dhe unë u bëj thirrje qytetarëve të realizojnë se këto 3 fraza, këto 3 rrjeshta flasin për shqiptarë dhe mbar botën se në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Dhe ata që flasin, që sulmojnë opozitën, zbëjnë gjë tjetër veçse verbrisht mbështesin farsën e organizuar nga qeveria. Edhe njëherë, ky është raporti më serioz që bazohet në raportin e OSBE Odirit, por dhe të komision, edhe të parlamentarëve të Parlamentit Evropian që vëzhguan zgjedhje. Dhe kanë qëndruar pra në tezën se zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Zgjedhjet të kushtet e partisë shtet janë fars dhe vetëm fars. Zgjedhjet në kushtet partisë shtet, imagjinoni, në variantin klasik janë ato të cilat zhvillohen në diktaturat totalitare, diktaturat pa pluralizëm. Por zgjedhjet në kushtet e partisë shtet janë ato që zhvillohen në diktaturat autoritare apo autokracitë elektorale, në cilat shteti përdor çdo mjet për të rrëmbyer zgjedhjet, pra rikthen modelin e partisë shtet.
u karakterizuar nga blerje, nga akuza për blerje vote, presione mbi votuesit. Tani, jemi këtu. Përsëri, për çdo qytetar, ditën e votimit në Durrës, një kolegi juaj, që është të vërteta e një medje që unë e kritikoj me pasion, se e meriton. Osman, nuk kam fjallën unë për fanën. Nuk kam fjallën. Nuk kam, jo, se më pe me njëherë kujtohet. Jo, është Birni, po aj meritën e madhe, tja u them këtu, ja dhe ja u njoh për merit. Në Xhavzotaj, kur pas e xhelati votave Elvis Doçi, terrorizon të qytetarët, ai po atë ditë pati guximin të shkruaj se këtu votat po i dikton krimi, po i dikton organizatat kriminale. Pra, si të shifni, mishrohen në këtë raport të gjitha tezat themelore të farsës elektorale. Dhe përjedhoj bëndthirje mazhorancës dhe opozitësh të vazhdojnë në mënyrë konstruktive dhe gjithë përfshirëse, inkluzive, reformën elektorale. Ne jemi angazhuar në te. Dhe njëherë, duhet sqaroj, sepse ka edhe këtu, ka njerëz që nga keq kuptimi, antar tanë, militant tanë, mbështetës tanë, thonë pse po mirë një pjesë në reformat, uli me ta. Jo, ne do marrim pjesë. Në reformën zgjedhore do marrim pjesë, sepse ne nuk mund marrim kur përsipër përgjegjësinë e bojkotit të reformës dhe dorës lirë të Edi Ramës. Edi Rama do bëj, por ne të paktën do jemi. Ja që kjo është një kërkesë e drejtë, ne jemi aty dhe do bëjmë çmos të japim kontributin maksimal. Po kështu shprehet për reformën territoriale. Edhe aty ne jemi pjesë, do marrim pjesë, do japim kontributin tonë. Tjetër, kërkon që reforma të jetë me konsensus.